Shikoni të tregoj 2 sekonda se si është bërë diga e liçenit sot. Është mbush komplet me flamura. Janë flamurat e Interit. Disa thojnë Inter Albania. As se kam idem fare se çfarë po bëhet me Interin tani. Dikur kam qenë një super tifoz i Interit në kohën e Mourinhos. Bënte nami si në kampionat, si në Champions League, gjitha ne, futa e bjerë. Por atmosfera është shumë sot. Kështu që nëse ndonjëri ka informacion se në qa vëndi ishi Interja, qa ndeshje ka, qa feste ka, dhe ta shkruaj një koment u poshtë se si puna ime ka shumë njerëz që nuk e ndjekin me këtë ekip. Ka qenë gjithmonë një ekip që të bëta me zemër, biles kur bëta e kështu nga 3-4 gola, hate dhe 3-4 tjera, ishte një nga ato momente që ambulanca do të rritë afër teje se për ndryshe mund t'ishte i shtruar në spital me pushim zemra. Kështu që sot është një ditë shumë e bukur te nga liçeni. Ka me qindra njerëz dalin me fëmijë me familjar po themi. Kaq ishte video për sot. Ja t'u levi sekond me këtë se po m'pëlqej shumë. Kështu që lejni një koment që të kuptojmë saktë se çfarë po ndodh me Interin në Shqipëri. Kaq ishte video për momentin, shihemi pra pastaj.